Assalamu alaikum wa rahmetullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë me ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Në emisionet e kaluara kemi përmendur çështjen e identitetit, rëndësinë e identitetit dhe mes temave të identitetit kemi përmendur që një nga faktorët që na ka lënë neve pa identitet ka qenë dhe të mos kuptuarit e fesë. Pikërisht kjo është tema që do ndalemi sot me lejen e Allahut dhe për trajtimin e kësaj teme kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Mustafa Terniki. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa aleikum salam wa rahmatullah, mirë se vjetëm. Hoxh, pjesa e të mos kuptuarit të fesë, mendoj që është një temë që na nevojitet jashtë masës, sidomos neve të rinjve, për shkak se përfshihet të jo vetëm identiteti, por shumë tema tjera. Hoxh, konkretisht, çfarë ne kuptojmë me të mos kuptuarit të fesë? Çfarë janë ato gjëra që ne mund të mos i kuptojmë ose të keq kuptojmë? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Zotin fuqiplot. Salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershëm të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit, atë rrugë të qartë që na e tregoi vetë pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është e qartë, është e mundur që njerëzit ta keq kuptojnë. Është e mundur që njerëzit mos ta kuptojnë në formën më të mirë. Dhe nëse pyesni pra çështjen se si apo ku në cilat gjëra mund të jetë keq kuptimi ose nuk kanë arritur ta kuptojmë mirë, në të gjitha sferat, në të gjitha tematikat, Islami ynë përbëhet nga parimet, përbëhet nga detyrat, përbëhet nga sjellja, etika, përbëhet dhe nga vetë ftesa. Pra, derisa kemi përmendur që identiteti ynë islam është i tillë që ne do të jetojmë me të dhe do t'i ftojmë tjerët të ky identitet, atëherë ka persona, ka njerëz të cilët i keq kuptojnë gjërat ose nuk e kanë kuptuar fen ashtu siç duhet dhe përrjedhoj çalojnë, kanë probleme, kanë shfaqin gjëra të cilat realisht nuk janë për Islamit, edhe pse ndoshta ne përfaqësojmë fen ose mund të themi edhe pse ne ndoshta flasim në emër të fesë, por ndoshta ajo që flasim nuk është e saktë, nuk është e rregullt, nuk është pra edhe në aspektin parimor, duke filluar në besimin, në akiden, në çështjet e detyrave, adhurimet e ndryshme dhe urdhërecat hyjnore, mënyrën se si i marrim, mënyrën se si i konceptojmë, mënyrën se si i realizojmë, mënyrën se si i perceptojmë. Mund kemi keq kuptime, mundet që mos i kemi kuptuar ashtu siç duhet. Edhe në çështjen e etikës në të njëjtën kohë, mendojmë se sillemi mirë me të tjerët, mendojmë se kemi ndërtuar një raport ashtu siç duhet me të tjerët, ndërkohë që nuk është ai raporti i vërtetë dhe nuk është ajo etika dhe ajo norma e vërtetë siç duhet. Edhe rrethoj e kësaj është dhe çështja e ftesës, mënyrën se si ftojmë, format e ftesës, format e thirrjes mund të jenë në forma të ndryshme të cilat janë të papranueshme sepse ne ndoshta nuk e kemi kuptuar fen ashtu siç duhet. Hoxh, nga ajo që kuptova, njeriu mund të keq kuptojë çdo aspekt të fesë. Kur flasim për çdo aspekt, nëse e fillojmë sipas renditjes tek besimi, po flasim për rinin, a është e mundur, ose më saktë, pra qen ka e mundur që një rini të mendojë se po beson si duhet dhe në të vërtetë nuk ka besuar siç duhet, apo ndoshta e keq kuptova mesazhin? Jo, tamam, domethënë deri në çështjet e besimit kemi plot njerëz të cilët, plot të rinj gjithashtu, të cilët nuk besojnë ashtu siç duhet sepse nuk i kanë kuptuar mirë gjërat. Dhe kjo nuk do të thotë sepse feja nuk është e qartë. Është ky vet personi i paqartë fillimisht në vetveten e tij, mënyrën se si i qaset gjërave, qëllimin që ka, çfarë qëllimi ka, pse do të mësoj, masi të besoj, çfarë qëllimi ka pas kësaj tek shumë radhë, të gjitha këto luajnë rol në kuptimin e fesë. Nëse do të marrim shembuj. Për shembull, kemi në çështjet e besimit, deri tek përkthimi i vetë fjalës la ilaha illallah, mund të fillojë keq kuptimi i parë. Pra fillon nga përkthimi, ai e kupton gabim. Ndoshta e ka lexuar përkthimin gabim, ndoshta e ka dëgjuar gabim dhe mendon se është mirë sepse nuk është futur studimit.
Mendon se është mirë sepse nuk i ka analizuar gjërat. Për shembull kur themi la ilaha illa Allah, fjala e tauhidit, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ky është ai përkthimi që është përhapur më shumë dhe gjerësisht në popull dhe përrjedhoi kur të rinjt marrin mësimet e para të fesë e marrin të faktuar që ky është përkthimi i saktë i kësaj fjale. Ndërkohë që la ilaha illa Allah është fjala e tauhidit, pohon ekzistencën e një Zoti të vetëm dhe mohon ekzistencën e zotave të tjerë. Në të njëjtën kohë, pohon adhurimin e këtij Zoti që besuam dhe mohon adhurimin e zotave të tjerë. Nuk ka vlerë, nuk ka kuptim, nuk mund të ketë domethënie të qartë, të saktë fjala la ilaha illallah nëse pohon ekzistencën e Zotit dhe nuk pohon adhurimin e tij. Andaj edhe përkthimi i saktë është nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhelle xhelalu. Po cili është dallimi mes tyre dyave? Faktikisht, edhe nëse thua nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe ke për qëllim se ky Zot që ti besove duhet të adhurohet, kjo është e saktë, por jo çdo njeri e kupton kështu, sepse nëse ne pohojmë vetëm ekzistencën e një Zoti dhe jo domosdoshmërisht dëshmojmë adhurimin se ky Zot duhet të adhurohet, këtu fillon keq kuptimi i parë. Keq kuptimi i parë, pa e kuptuar, ne mund të bëhemi deist. Rryma deiste, filozofike deiste, është ajo që thot se ka një Zot i cili na ka krijuar, pastaj jeta vazhdon. Po, nuk kemi më lidhje me Zotin. Kemi më lidhje me Zotin tonë. Ne nuk kemi deist. Allahu xhelle xhelalu kërkon për ne që ta besojmë atë, në të njëjtën kohë ta besojmë duke dëshmuar besimin nëpërmjet adhurimit. Ky është kuptimi i vërtet i fjalës la ilaha illallah. Një keq kuptim tjetër për shembull, mund ka njerëz, shumë prej njerëzve, po ti pyesësh pse je krijuar në jetën e kësaj bote, pse je krijuar dhe pse ka ardhur në jetën e kësaj botës. Shumica e muslimanëve do thotë që të adhuroj Allahun xhelle xhelalu. Dhe ky është qëllimi sipas ajetit që ka ardhur në Kur'an. Dhe ky është qëllimi final, sepse Allahu xhelle xhelalu thotë nuk i kam krijuar gjindët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Allahu i madhërisëm ka përmendur në formë parimore që njeriu nuk mund të jetojë kot pa asnjë qëllim, por duhet të adhurojë Zotin, por nuk mjaftohet me kaq, sepse në ajetet e tjera, në argumentet e tjera, në transmetime hadithësh të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, tregohet qartë se adhurimi mes teje dhe Zotit është një detyrë, por kemi edhe detyra të tjera që të ftojmë të tjerët të ky adhurim, të ftojmë të tjerët tek njohja e Zotit dhe të mundohemi që fjala e tauhidit la ilaha illallah të jetë më e larta. Njerëzit duhet të njihen të gjithë me këtë fjalë, të njihen të gjithë me këtë koncept, të gjithë duhet të njihen me besimin e vërtet. Dhe në fund sa më shumë njerëz të adhurojnë Zotin, aq më mirë, domethënë, është për vetë në njerëzimin, sepse Zoti nuk ka nevojë për ne. A nëse ne themi që adhurimi është mes meje dhe Zotit, është individuale, është personale, nuk duhet të jetë e shfaqur, nuk duhet të jetë e dukur, nuk duhet të ftojmë tek kjo, nuk duhet të jetojmë me këtë e kështu me radhë, atëherë kemi formuar identitetin. I kthehemi çështës aty ku ishim pra. Temën që kemi sqaruar, po. Domethënë te çështja e identitetit. Po ashtu për shembull, keq kuptime, kemi një hadith që qarkullon, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush thot la ilaha illa Allah, ai do të futet në xhenet. Po më fal hoxha, ky është edhe një nga hadithet që e përmendin shumë hoxhallar si hadith që jep shpresë. Pra mjafton që ti thua la ilaha illallah dhe futesh në xhenet. Domethënë parimisht hadithi është i saktë, është i vërtet, por është një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë formë artikulimi i drejtohet banorëve të Mekës, i drejtohet politeizëve, i drejtohet kurejshve, të cilët e kuptonin ftesën dhe thirrjen se çfarë po thonte pejgamberi Muhammed alaihi salatu wasalam. Kurse për brezat që do të vinë, të cilët nuk e din arabishten, nuk kanë kulturën që kishin kurejshët, formimin e tyre, domethënë e kuptonin më njëherë profetin. Çfarë do thot, kush thot la ilaha illallah, sipas kurejshëve, sipas politeistëve të kohës së profetit, duhet që të shkputeshin nga adhurimi i zotave të tjerë dhe të besonin dhe të adhuronin vetëm një Zot të vetëm. Të gjithë këte e përfshinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe përmbledhte me një fjalë të vetme. Në hadith tjetër thot qulu la ilaha illallah tuflihu, thoni la ilaha illallah që të shpëtoni, sepse ata e kuptonin. Vetëm kaq. Mirë po, këtë hadith për shembull e transmeton Ebu Ja'la në Musnedin e tij.
është një nga librat ku shënon hadithet e profetit dhe nuk është nga librat më të njohur, ndërkohë ne kemi hadithin që transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Uthman ibn Affani, për cilat se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush vdes duke e ditur, duke qenë i njohur, pra do të kuptoj për çfarë bëhet fjalë, se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhelle xhelalu, ky do të futet në xhennet. Atëherë kjo çështje lidhet thjesht me shqiptimin e kësaj fjale, apo ta shqiptosh dhe ta kuptosh atë fjalë, ta shqiptosh dhe të jesh i mirënjohur për atë fjalë, ta shqiptosh dhe ta realizosh atë fjalë në praktikën tënde, në jetën tënde. Të gjitha këto keq kuptime, nëse ne do të marrim vetëm versionin e parë, hadithin e parë, atëherë çfarë thonë njerëzit? Atëherë unë pas kam fituar xhenetin. Ta them këtë fjalë, nuk është e rëndësishme. E thash në vetveten time, e thash te familja ime, e thash ndonjëherë kur të takova me shokët dhe jam mjaftohem me këtë sepse më ka premtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do futet në xhenet dhe vazhdon jeta e tij duke mos pasur më lidhje me Zotin, duke mos pasur lidhje me mesazhin, duke mos pasur lidhje me misionin, duke mos pasur lidhje me identitetin. Domethënë, nëse e kuptova qartë, keqkuptimet e para fillojnë që tek pjesa e shahadetit. Duhet ta kuptojmë ç'a përmban kjo fjalë. Po, duhet ta kuptojmë në formën më të mirë dhe në jetën praktike. Po të shikosh me vëmendje rinia pse është e hutuar sot. Sepse nuk ka kuptuar mirë domethënien e kësaj fjale. Domethënien e shahadetit. Dhe nëse ka kuptuar teorikisht, çaloj në aspektin praktik. Edhe në aspektin praktik, nëse praktikojnë diçka, praktikojnë një herë për xhuman, një herë për bajram, ama jo sistemi jetës siç kemi përmendur në etapët dhe shkallat e identitetit islam. Shumë e qartë. Nëse ndalemi pak tek pjesa e praktikës, pra e zëm se e kuptuan fjalën la ilaha illallah, dëshminë, dhe kalojmë tek praktika ose tek adhurimet. Po tek adhurimet, çfarë mund të jenë disa gjëra që keq kuptohen? Për shembull, më është forma e adhurimit, trajta e adhurimit. Ne do adhurojmë Zotin duke përcaktuar formën dhe trajtën e adhurimit sikur duam ne, apo ashtu sikur përkon me dëshirën dhe pasionin ton, apo ashtu sikur përkon me interesin ton, apo sikur përkon me jetën ton, atë që kemi përmendur radhë të kaluara, pra është Islami, gjëja kryesore që ne ja përshtasim jetën tonë, ja përshtasim Islamit, apo Islamin do ja përshtasim jetës. Nëse nuk e kuptojmë këtë, atëherë do të marrim një rrugtim që do të ketë pasoja me kalimin e kohës në aspektin individual, në aspektin familjar dhe në aspektin shoqëror. Pra, ne nuk adhurojmë Zotin ashtu sikur duam ne, sa duham ne dhe si duham ne, por është Zoti vetë i cili e ka përcaktuar se si do të adhurojmë Zotin. Përse? Sepse ne, nëse e përcaktojmë vetë formën e adhurimit të Zotit, sidomos të rinj për shembull, nuk do të jenë në gjendje të jenë në një mendje dhe përrjedhoj adhurimet do ndryshojnë. Dhe Allahu xhelle xhelalu është ai i cili din më mirë për ne se çfarë dim ne për vetveten tonë dhe ka bërë diçka unike, prandaj dhe shikon sot, qofshin burra, qofshin gra, qofshin të rinj, qofshin fëmijë, qofshin dhe të sëmur, kur mblidhen në namaz, mblidhen me rreshta. Subhanallah. Përse? Sepse është diçka e përcaktuar hynore prej Zotit fuqiplot. Dhe shikojmë atë panoramën fantastike, brillante, gjigante, aq të bukur, marramense, magjike mund ta quash në Qabe. Me një namaz të vetëm, e jep ikametin, masi është thirr ezani, e jep ikametin muezini dhe nuk është e nevojshme që dali imami dhe të qëndroj aty, imami nuk i shef do të gjithë njëherë. Aq e madhe është Qabja. Qoftë për brenda, qoftë në borë, qoftë në hapësira të tjera, domethënë rreth rrotull Qabës. Nuk mundet do t'i kontrolloj, nuk mundet do t'i menaxhoj, nuk mundet do t'i orientoj dhe t'i urdhëroj një për një. 2-3 herë thot ai. Drejtoheni safet dhe këtë e thot në arabisht, ndërkohë që aty ka 60 raca. Nuk e kuptojnë që të gjithë. Pyetja është si ka mundësi kjo panoram kaq e bukur, kaq e madhe, erdhi në këtë formë, ato rrafet aq bukur, domethënë çdo gjë në vendin e vet, sepse është një kërkesë hynore e Zotit, mënyrën dhe trajtën në formën e ka përcaktuar vetë Zoti dhe të gjithë ne nuk jemi duke shkuar tek njëri tjetri, jemi duke i përgjigjur Zotit. Kjo është ajo që duhet kuptojë rinia, por duhet kuptojnë të gjithë njerëzit. Gjithashtu, në momentin që ne i zgjedhim vetë formën e adhurimit, atëherë do të përçahemi.
Nuk do të kemi diçka unike, nuk do të kemi diçka të përbashkët dhe pastaj patjetër që nuk do të jetojmë një jetë të përbashkët dhe besimi nuk pashmangshëm do të jetë besim individual dhe personal, sepse nuk gjejmë gjuhën, nuk gjejmë formën për të jetuar dhe për të bashkuar domethënë me njëri tjetrin. Hoxh, më duket se kuptova diçka. Pra, kjo qeka domethënia sepse ne mblidhemi të gjithë bashkë dhe falemi në xhami. Dhe nëse është kjo, çfarë do bie marrim ne nga, ose më saktë çfarë do bie merr shoqëria nga kjo? Atëherë, pse janë ndërtuar xhamit? Pse thirret ezani? Dhe thirrja pse bëhet në formë kolektive, që të falemi të gjithë bashkë, sidomos për rinin. Po të shkojmë nëpër xhami sot, elhamdulillah, gjejmë plot prej të rinjve që vinë, por ka dhe plot të tjerë të cilët e dëgjojnë ezanin dhe nuk shkojnë në xhami. Pse është e gjitha kjo? Sepse Islami është një fe e cila lidhet domethënë me atë që kemi përmendur sa herë, është sistem jete. Nuk është një besim individual dhe personal i brendshëm i çdo njërit prej nesh, dhe ne e manifestojmë, ne e shfaqim besimin ton duke u nënshtruar Zotit, duke adhuruar atë të gjithë së bashku. Dhe nëse pyetet për çështjen e dobisë, ka dhe dobi shoqërore, sepse nëse ne manifestojmë besimin në Zot në formë të shfaqur, atëherë nëse të gjithë njerëzit i përgjigjen kësaj, do të jemi më të paqët me njëri tjetrin. Vetë rinia sot të rinjt do të kuptojnë më mirë njëri tjetrin. Ka një forcë hynore që na bashkon. Përndryshe nëse nuk ka forcë hynore që na bashkon, nuk ka pikë referuese ku të rinj sot të referohen që të gjithë do të shpërndahen, do të hapërdahen, do të përçahen, dhe përçarja nuk është kush që të jetë me qëllim. Përçarja mund bëhet dhe pa qëllim, pa dashje. Ne kemi folur në emisionet të kaluara për çështjen e familjes. Trendi i kohës, presioni social, presioni shoqëror, presionet domethënë nga edhe vetë dëshirat e të rinjve, edhe dëshirat e tyre që përkojnë me trendin e kohës, ata po shputen nga familja, që do thotë në momentin kur jetojmë në kohën kur të rinj po përçahen në mesin e familjes, nuk duan të jetojnë me familjarët e tyre, atëherë çfarë do të bëhet? Cila është pikë referenciale, cila është ajo pikë magnetike që i bën ata i thith domethënë të gjithë bashkë dhe të kuptojnë njëri tjetrin, të jetojnë me njëri tjetrin, të jenë të qartë me njëri tjetrin, të bashkëveprojnë, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Nuk ka gjë tjetër përveç se fesë hynore, e cila na fton që besimin ton ta manifestojmë dukshëm, të shkojmë në faltore, të falemi bashkë, dhe jo më kot Allahu xhelle xhelalu ka përmendur gjithmonë zakatin pas namazit dhe nuk ka përmendur agjërimin apo haxhin me njëherë pas namazit. Përse? Zakatin pra pas namazit direkt. Zakatin me njëherë pas namazit. Përse? Ne falim namazin në formë kolektive, bashkësi me njëri tjetrin, nëse është mundur gjithmonë, dhe me njëherë pas i japim selamin, do të shikojmë njëri tjetrin se kush ka nevojë për të ndihmuar njëri tjetrin. Kjo është jeta islame. Ky është besimi islam dhe ky është identiteti islam. Pra ne falemi të gjithë të madhit Zot, por të falur bashk dhe për të jetuar bashk. Si të jetojmë me njëri tjetrin? Të shkojmë të thjesht pim një kafe dhe me atë respektin reciprok sillemi me njëri tjetrin? Jo, kur kam nevojë më ndihmon, kur ke nevojë të ndihmoj, kur kemi nevojë na ndihmoni, kur keni nevojë ju ndihmojmë, të gjithë në një ditë do të kemi nevojë për njëri tjetrin. Nëse rinia sot formohet me edukatën islame dhe ndërton identitetin islam në këtë formë, atëherë do të jetë më e paqët, do të jetë më dobiprurse, do të jetë më e qartë për të ardhmen e tyre dhe do të jetë më e dobishme për shoqërinë ku jetojnë, sepse kemi domethënë një referencë hynore për Zotit fuqiplot që na mbledh të gjithëve së bashku, aq më tepër kur xhamia i mbledh të gjithë kategoritë, i mbledh të gjithë grup moshat. Një i ri mëson të respektojë një të vjetër, një i ri respekton të mëshirojë një që është më i vogël, por dhe ky i vogli e shikon me sy vëllazëror këtë që është më i madh, dhe ai që është më i vjetër e shikon në frymën e mëshirës këtë që është më i ri. Të gjithë grup moshat mblidhen aty dhe ne jemi të qartë për njëri tjetrin, e kuptojmë njëri tjetrin, falim me njëri tjetrin, jetojmë me njëri tjetrin dhe projektojmë bashkërisht me njëri tjetrin, e ku ka paqe më të madhe se mund vi nga kjo fe madhështore dhe nga ky identitet, nëse ne i keq kuptojmë këto gjëra. Nëse nuk arrim të kuptojmë fen ton, besimin ton, adhurimin që ja dedikojmë Zotit në formën më të mirë, atëherë nuk do të jemi më në formën më të mirë dobiprurës për shoqërinë, por ndoshta mund të jemi dhe domethënë njerëz të cilët e kundërta e bamirësisë mund të sjellim dëme shoqërisë ku jetojmë. Hoxh, nëse mund të bëj një pyetje,
po përfaqësoj rinin, le të themi. Ne të rinjt, nga nuk po i them angazhime, po nga aktivitetet e shumta që ne kemi, ndoshta po ti zbatojmë me rigorozitet të gjitha këto adhurime, duket sikur po e ngarkojmë pak veten. Çfarë mund të thoni për këtë pjesë? Ky është keq kuptim. Kjo është një pikë që mund të themi se e ke kuptuar fen gabim. Kush tha që feja po të ngarkon me adhurime? Nga e kuptuam në cilin tekst kuranor dhe në cilin hadith profetik ne po i tregojmë të tjerëve që nëse adhuron Zotin, madje ti je i përkushtuar dhe të ndërtosh dhe formosh identitetin tënd te vetvete, te familja dhe në shoqërinë ku jeton, ti duhet të jesh i ngarkuar dhe i rënduar me adhurimet për Zotin tënd. Përkundrazi, Allahu i Madhërisëm kërkon prej nesh vetëm 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës, në formën minimale. Sa të shkon një namaz? Sa minuta të shkon? 5 minuta. Shumëzim për 5:25. Kemi 24 orë. Ka raste edhe më pak shkon namazi. 4 minuta apo 6 minuta. Që do të thotë, domethënë ti si i ri për shembull, ju të rinjt e keni 5 minuta namaz, 6 minuta namaz është një qetësi shpirtërore. Ashtu është. Është shplodhe fizike. Nuk është ngarkesë. Dhe këtu edhe fillon keq kuptimi. Pra, nëse do flasim për si ta kuptojmë fen, si mund të keq kuptohet feja, keq kuptohet që feja nuk ka lidhje me ata njerëz të cilët mbyllen, qofshin të mëdhej, qofshin të rinj apo qofshin të vegjël, qofshin burra apo qofshin gra, të cilët duan të futen në një qoshe aty dhe të adhurojmë vetëm Zotin, duke menduar se kjo është forma që duhet të kënaqim Zotin ton, apo vetëm në këtë formë Allahu kënaqet prej nesh dhe vetëm në këtë formë Zoti kërkon prej nesh. Përkundrazi, në surën Gjumua, çfarë thot Allahu i Madhërisëm masi ta falni Gjuman? Shpërndahuni thot në për tokë. Kërkoni rrezikun e Allahut xhelle xhelalu. Pra një herë në javë është detyrë që nëse ne shkojmë të gjithë së bashku në xhami, të rinj dhe të vjetër bashkarisht, sa do qëndrojmë në xhami? Do qëndrojmë 30 minuta. 30 minuta në javë? Aq, përveç. Ja dhe një orë. Brenda 24 orëshit. Por kemi 7 të tilla, 7-24 orësha, por kemi një javë, kaq kërkon Zoti prej nesh. Nuk është ngarkesë, madje kemi hadithin e Aishës radhiyallahu anha, bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thot ma khuyira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina al-amrayn illa ikhtara aysarahuma. Pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk është lënë i lirë të zgjedh mes dy gjërave, vetëm se ka zgjedhur atë që është më e lehtë. Subhanallahu, shumë e qartë. Profeti i Zotit, që ishte më i devotshëm, ishte më i përkushtuari, ishte adhuruesi më i mirë dhe ishte njeriu më i sinqert, në të njëjtën kohë ishte më i përpikti, më i sakti, Nuk zgjedh më të lehtën. Zgjedhte gjithmonë më të lehtën. Nuk e ngarkonte vetëm. Pra, jo vetëm që është një yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu don për jush lehtësimin dhe nuk don për jush vështirësimin. Mos ja vështirësoni gjërat vetvetes. Kështu thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar. Në hadith tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, khudhu o aleikum bil a'mal ma tutiqun, merrni prej punëve ato që keni mundësi t'i veproni, mos e ngarkoni veten tepër. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, është një perceptim i gabuar nëse dikush mendon se nëse unë do të jemi përkushtuar në fen time, do të besoj në formën më të mirë në fen time dhe në të njëjtën kohë unë do të mundohem që të fitoj kënaqësinë e Zotit, i bie që do ngarkohem tepër dhe nuk do të jemi dobishëm për vetveten, për familjen, për shoqërinë, madje ka edhe prej tyre, të cilët mendojnë se nëse unë besoj në formën më të mirë dhe adhuroj Zotin në të gjitha ato urdhëresat hyjnore që na ka lënë, domethënë, atëherë i bie që unë nuk do të jem një njeri i suksesshëm në ekonominë, nuk do të jem i suksesshëm në të ardhmen time, në ardhmërinë time, nuk do të kem të ardhura mujore dhe vjetore ashtu siç duhet, se Zoti po të penalizon ty madhurimin që të ka ngarkuar nga risku. Jo, pasha Allahu. Allahu ja çon riskun edhe muslimanit, edhe jo muslimanit. Ja çon edhe tyre të vegjëve, ja çon edhe të mëdhejve, ja çon edhe të rinjve, ja çon edhe të pleqjve, ja çon gjithë kategorive të njerëzve. Çështja e riskut është diçka tjetër dhe detyrimi për të adhuruar Allahun xhele xhelalu është diçka tjetër. Ja çon edhe pabesimtarve, ja çon edhe jo muslimanëve. Pse? Sepse ate kërkojnë. Ama ditën e gjykimit nuk kanë gjë. Nuk kanë hise më ditën e gjykimit. Prandaj dhe Zoti e tregon Kur'an këtë çështje. A doni jetën e kësaj bote? Merreni. Kush do na hirë? Mirë, po kur thot merreni,
nuk do të thotë që jetën e kësaj bote do e gëzojnë vetëm jo besimtarët dhe nuk do kenë mundësi muslimanët. Përkundrazi, mund të kenë mundësi, kanë mundësi edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, edhe të rinjt, edhe të mëdhenjt, edhe të vegjëlit, edhe burrat, edhe gratë. Të falenderoj hoxha Pamas, më vjen keq sepse jemi në kohën që duhet bëjmë një pauzë të shkurtër, edhe rikthehemi inshallah sërish se ka shumë tema ose ka shumë pjesë që duhen trajtuar te pjesa e keqkuptimeve. Të nderuar teleshikues, pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Na ndiqni. Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë me pjesën e dytë e emisionit si ta kuptojmë fen. Hoxhi nderuar, trajtuam në pjesën e parë si duhet ta kuptohet si njerëzit ose rinia më saktë duhet ta kuptojë si duhet aspektin e besimit, aspektin e adhurimeve dhe tani do të ndalemi tek aspekti i sjelljeve, me cilën ne pasqyrojmë ose me cilën ne prezantohemi në shoqëri. Cilat janë disa nga ose më mirë të themi, cilat mund të jenë ato gjëra në të cilat rinia nuk e ka kuptuar si duhet fen në aspektin e sjelljeve. Atëherë në aspektin e sjelljeve, sikur në çështjen e besimit, ashtu dhe të adhurimit, kemi plot njerëz dhe jo vetëm të rinj, të cilët nuk i kanë kuptuar shumë gjëra nga feja islame ashtu siç duhet. Përse? Sepse shumë kush mendon se i përket një besimi të pastër, mendon se ai është në një adhurim të saktë, adhurim që ja dedikon Zotit fuqiplot dhe nuk e shikon të rëndësishme mënyrën se si sjellet me njerëzit, mënyrën se si u hakarrehet atyre, mënyrën se si kërkon hakmarrje, mënyrën se si ai nxiton dhe nuk bën durim e plot gjëra të tjera. Përse? Sepse feja islame ashtu sikur i jep rëndësi besimit, i jep rëndësi adhurimit, i jep rëndësi parimeve islame në përgjithësi, i jep rëndësi të veçantë dhe etikës, atë prezantim të mirë që duhet të ketë muslimani në botën e jashtme. Do të manifestojë sjellje më të mira me njerëzit me cilët kuvendon, me njerëzit me cilët takohet, me njerëzit me cilët ai ndërton raporte. Përse? Sepse sjellja e tij mund t'i bëjë njerëzit të afrohen më shumë në atë që ky njeri përfaqëson apo të largohen më shumë nga ajo që ky njeri përfaqëson. Që do të thotë, edhe sjellja është një pikë e rëndësishme e identitetit të muslimanit, sepse sjellja është ajo që me të cilën do të prezantojë dhe do të manifestojë dhe do të shfaqë gjithçka që ka njeriu në brendësinë e tij. Nëse sillemi keq me njerëzit, atëherë dhe njerëzit do të sillen keq me ne. Nëse do të sillemi keq me njerëzit, do të shkojë çështja deri aty sa ato ndoshta do të keq kuptojnë fen. Pra, ne nuk gjejmë formën më të mirë të sjelljes, dhe as të etikës, as të edukatës, dhe as të normave. Përse? Sepse ndoshta nuk i japim shumë rëndësi duke menduar se mjafton adhurimi, mjafton besimi. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Wa bashiru wa la tunaffiru. Përgëzoni dhe mos largoni njerëzit. Me çfarë mund t'i largojmë njerëzit? Ne mund t'i largojmë njerëzit me fjalët tona të cilat nuk janë të hishme. Mund t'i largojmë njerëzit me mendimadhësinë tonë. Mund t'i largojmë njerëzit me frymën komerciale që shfaqim duke mos treguar mëshirë dhe sinqeritet. Pra ne ndërtojmë raporte për hir të interesit dhe nuk ndërtojmë raporte për hir të sinqeritetit. Na ka urdhëruar i madhi Zot që të jemi njerëz të pajshëm, solidarizues me njëri tjetrin, bamirës me njëri tjetrin, të paqët me njëri tjetrin, sepse në këtë formë kënaqet Zoti ynë. Çështja e interesit, pra unë do të buzëqesh dhe do sillem mirë me ty vetëm atëherë kur mendoj se kam interes me ty, dhe kur mbaron interesi unë nuk të njoh fare dhe emrin të harroj, nuk bëhet fjalë të përshëndes. Jo, nuk është ky Islami. Sjellja islame është diçka që lidhet me vetë burimin e besimit, burimin e adhurimit dhe konceptet parimore islame. Andaj dhe ka njerëz të cilët shumë gjëra nuk i kanë mësuar siç duhet. Shumë gjëra i kanë keq kuptuar. Shumë gjëra nuk i kanë mësuar në formën më të mirë dhe përrjedhoj do manifestojnë, domethënë në vendin ku jetojnë, në shoqërinë ku jetojnë, gjëra të cilat mund të jenë të dëmshme për të gjithë njerëzit bashkë dhe për vetë personin. Atëherë Hoxh, edhe pjesa e ftesës në fe lidhet ngushtë me sjelljen. Patjetër. Thirrja islame nuk ka se si të jetë në formën më të mirë kur ne nuk dimë të sillemi me njerëzit. Vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka dërguar Ebu Musa Esh'ariun dhe Muadh ibn Jabelin në Yemen.
Në Yemen kishte politeist prej arabëve, kishte të krishterë, kishte dhe hebrej, pra nga gjitha llojet e feve, dhe i thot u drejtohet atyre dyve, yessira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira, lehtësojeni njerëzve dhe mos u vështirësoni atyre punët. Thot, përgëzojeni njerëzit për veprat që bëjnë, sa do pak qofshin ato, përgëzoj, ka një Zot që t'jep sevapet, të shpërblen, dhe mos u bëni shkak t'i largoni njerëzit. Një porosi pejgamberike, dy nga mësuesit më të mirë në mesin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse në këtë formë? Sepse ka njerëz të cilët marrin përsipër të jenë thirrsa në Islam, por formën se si do t'i ftojë njerëzit, do t'i thrasë njerëzit, nuk është e duhura, kanë ashpërsi. In kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, i thot Allahu pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse ti do të ishte i vrasht, i ashpër në komunikimin tënd, në artikulimin tënd, në raportet e tua me njerëzit, ata do të largohen prej teje, thot Allahu xhelle xhelalu. Musa alayhis salam bashkë me Harunin shkoni që të dy thot tek faraoni sepse e ka tepru, e ka kalu masën, thot Allahu xhelle xhelalu, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Flituni ju të dy atij faraonit me fjalë të buta, fjalë të mira, në formë të mirë, sepse në këtë formë ai mund përkujtohet. Pra nëse do të ketë një formë përkujtimi, ndoshta reflekton faraoni dhe pas reflektimit kthen tek Zoti dhe i beson Zotit, kjo është forma e dur, përndryshe nuk ka formë tjetër. Dhe në momentin që tregohemi të ashpër, tregohemi të vrasht, tregohemi ngarkues, i ngarkojmë të tjerët. Pra profeti thamë ishte njeriu më i devotshëm, njeriu më i përkushtuar, njeriu më i sinqert dhe zgjidhte më të lehtën, na tregoi Aisha radhiyallahu anha. Kurse ne ja vështirësojmë gjërat, e ngarkojmë, vjen një person i ri, futet në xhami, kërkon të mësoj fen. Ka raste vjen vetë njerëzit, nuk ka nevojë të shkosh ti tek njerëzit. S'ka nevojë, në kuptimin që jo të gjithë njerëzit nuk është e nevojshme të shkosh te gjithë njerëzit, ka njerëz të cilët vinë vetë. Dhe çfarë ndodh? Ai vjen në xhami, tregon interes, interesohet dhe ti e mëson. Shikoj, janë 5 namaze, duhet ta agjërosh, duhet t'japësh zakat, duhet mësosh Kur'an, kjo është abetarja, mëso të lexosh, nëse është e mundur merr në javës të shfutur në Kur'an, do vi dhe Ramazani afër, duke qenë se është Ramazani afër, duhet bosh një hat me sa të vi Ramazani, ngarkesë pasha Allahun. Kemi parë me sytë tanë, kemi dëshmuar njerëz të cilët kanë ardhur, janë vetë ata janë interesuar për fenë e Zotit, të mësojnë diçka nga feja, janë ngarkuar më shumë se ç'duhet dhe çfarë ndodh? Jep efektin e kundërt. Efekti kundërt kanë qëndruar për një kohë dhe kanë ikur. Jam mundu unë personalisht në disa raste me shkruaj i ftu, pse u largove, thot më kanë ngarku aq shumë sa nuk baja dot më. Pra kështu janë njerëzit sot, nuk duhet ti në kohën e pejgamberit ai nuk e ngarkonte vetveten e tij, profeti i Zotit. Dhe ne duam t'i ngarkojmë njerëzit e tjerë. Tek hadithi tjetër i Muadh ibn Jabelit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë thot? Kur të shkosh në Yemen, ftoi njerëzit të njohin Zotin. Pasi ta njohin Zotin, tregoj atyre që kanë 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës. Dhe nëse ata e pranojnë dhe këtë, atëherë tregoj atyre që ka një zakat i cili duhet dhënë. Pra gjithmonë në gjërat parimore, në gjërat bazike dhe kjo me përshkallëzim. Përse duhet përshkallëzimi? Që njerëzit mos ngarkohen. Dëgjoj me vëmendje hadithin, thot: "Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi ibadatullah, fa idha 'arafu Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim 5 salawatin fi yawmihim wa laylatihim." Bëj njerëzit njihen madhurimin e Zotit. Pra thjesht ta pranojnë, ta njohin Zotin, të ketë një Zot që ta njohin Zotin i cili i krijoi dhe ky meriton të adhurohet. Kjo që të njohje. Nëse ata e pranojnë këtë, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pranojnë, pra njohin Zotin, atëherë tregoj atyre që ka urdhër për Zotit, ky Zot duhet të adhurohet. Lind pyetja, sa është procesi në kohë që të merr ty si thirrës, si ftues në Islam, derisa ai të kthjellohet, të reflektojë, të mësojë dhe të kuptojë në formën më të mirë. Po, është shumë interesante kjo pjesë. Sa duhet të jetë? Jo, po nuk është diçka fikse, sepse ai dikushi e mëson për 2 orë, për 1 orë, për 1 moment. Dikush tjetër don të reflektojë, kalojnë 2 ditë, dikush tjetër 1 javë, dhe ti je detyruar të qëndrosh me të në formën më të mirë,
me butësinë që të veçon dhe të karakterizon ty si musliman ftues dhe thirrës i sinqert, në të njëjtën kohë do të jesh dhe i duruar. Ka për tyre, ne kemi prindërit tanë, ne kemi farafisin tanë, ne kemi vëllezërit tanë, ne kemi motrat tona, kemi njerëzit që na rrethojnë, jo të gjithë njerëzit na dëgjojnë ashtu siç duhet. Ka për tyre të cilët na hakarehen. Ka për tyre të cilët thon fjalë të cilat nuk përkojnë me etikën tonë. Ka njerëz dhe që të ofendojnë, ka njerëz që sillen keq. A dhe çfarë do bëjmë? Ne do t'i hakarejmë atyre, në fillim ishim të butë, pasi u treguam nervoz. Jo, të gjitha këto janë mësime, pra si duhet ta kuptojmë fenë në formën më të mirë, në mënyrë që të shfaqim identitetin tonë, ta ruajmë identitetin tonë, dhe në fund fare të ftojmë në identitetin tonë nëse duam të kemi sukses në këtë që ftojmë dhe në identitetin tonë. Për ndryshe, pa dashje ne do të bëjmë shkak që njerëzit i keq kuptojnë gjërat, ose ndoshta me formën dhe mënyrën tonë jo të duhur, njerëzit mund të na pranojnë, por mund të na pranojnë në formë ekstremizmi, mund të na pranojnë në një formë, domethënë jo të duhur për fenë tonë e cila është fe e paqes. Hoxh, falenderoj pamas, përmendet dhe një term i cili lidhet ngushtë me të kuptuarit e fesë si duhet. A ka ekstremizëm në fe? Vetë Islami nuk ka pse të ketë ekstremizëm. Kur unë ta shpjegova pak më parë që vetë profeti i Zotit, kur lihi të zgjidhte mes dy gjërave, zgjidhte atë që ishte më e lehta. Nëse ti zgjidh më të lehtën, nuk ka se si të shkosh në ekstremizëm. Ky është parimi i fesë. Allahu don për ju lehtësimin, nuk don për ju vështirësimin. Kur Zoti vetë kërkon prej nesh lehtësimin, nuk mund vi ekstremizmi nga fryma e lehtësimit, nga fryma mesatare. Atëherë Islami nuk ka ekstremizëm, por ka njerëz të cilët mund të perceptojnë me ekstremizëm. Përse? Formimi i tyre, rrethanat ku jetojnë, keq kuptimi i gjërave, nuk e kanë kuptuar fen ashtu siç duhet. Dhe unë do t'jap një shembull brillant nga vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një ditë i thot Abdullah ibn Abbasit. Në atë kohë Ibn Abbasi, djali i xhaxhait vet, ishte një djalosh i vogël, nuk ishte rritur akoma, si ishte burr i madh as nga ato të rinj të mëdhenj. Ishte një djalosh i vogël dhe i thot: "Shko dhe më gjej ato guralecët e vegjël që do të gjuhen atje në Mina kur bën ritet e haxhit." Shkoi Ibn Abbasi, ja gjeti, ja dha, pejgamberi sallam i pa, e hapi dorën. Ka një transmetim tek Musnedi Imam Ahmedit ku thot e ngriti dorën kështu. Thot nam bi emthali haula, po thot kështu i doja. Pra, të kërkova diçka, i solle, e bëre, e zbatove, realizove urdhin në formën më të mirë, ai ngriti dorën, po thot kështu i doja. Dhe thot wa iyyakum wal ghuluwa fi din fa inma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din. Thot, kini kujdes, thot, e mos i shtrëngoni gjërat në fe. Kini kujdes dhe mos shkoni në ekstremizëm. Pejgamberi sallallahu e thot këtë, sepse ata të cilët ishin përpara jush, popujt e mëparshëm, i kanë marrë gjëra duke i shtrënguar dhe jo në frymën e lehtësimit dhe kanë humbur, kanë shkuar në devijim sepse kanë marrë anën ekstreme dhe jo anën mesatare të fesë. Vetë pejgamberi sallallahu po na flet domethënë në këtë formë. Hoxha, Allah të shpëleft, po pse është më balla se ndoshta duket kështu, por pse i ka ngritur dhe ka thënë si këto dhe mos shkoni, ndërkohë që ai përderisa e sjellit saktë. Po, është e vërtetë, se ka parë ndodh. Në momentin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i jep një urdhër, ai do zbatoj urdhën dhe nuk ka kuptim që të bëjë diçka ndryshe. Ekstremizmi nuk vjen nga Islami, ekstremizmi nuk vjen nga profeti ynë, ekstremizmi nuk vjen nga parimet islame. Vetëm duke thënë që po, kështu i doja, si këto që mi solle, do thot nuk është ky ekstremizmi, kjo është lehtësimi, porse ekstremizmi është që pas vdekjes time, mos i mendoni gjërat ndryshe nga çfarë ju thash unë. Dhe ne kemi parë me syt tan njerëzit në haxh, kur shkojnë të gjuajnë ato guralecët e vegjël, ashtu sikur është tradita profetike, ai fillon dhe mendon me trurin e tij, me mendimin e tij, duke shkuar në ekstrem pa e kuptuar. Dhe thot, duke qenë se unë me këto gur të vegjël do t'i gjuaj shejtanit, atëherë shejtani nuk dëmtohet me këto gurales të vegjël. Shejtani do gjëra të mëdha, dhe dikush i merr një gur, dikush i merr një tull, dikush i merr shapka, këto nallanet kështu, dikush i merr çadra, dikush i merr sende nga më të bidone me ujë dhe hase po i gjuajmë dhe po e vrasim dhe po e dëmtojmë shejtanin. Pra ne
në mënyrën se si e perceptojmë fen, mënyra e gabuar se si e kuptojmë fen, kjo mund të na çojë në ekstremizëm, ndërkohë vet Islami është fe e paqes dhe unë ta përmenda është e pamundur që Zoti kërkon prej teje lehtësimin edhe ti pastaj zgjedh ekstremizmin. Jo, është diçka tjetër që lidhet me ty si person, nga forma se si je edukuar, forma se si je rritur, forma se si je formuar, forma me kë jeton, kush janë shokët e tu, kush janë ata që kanë ndikuar prej teje, cili është niveli yt që të marrësh përsipër punë të mëdha, kur ty nuk po të kërkohen punë të mëdha, e plot gjëra të tjera, e plot faktorë të tjerë, të cilët ndikojnë që njeriu mund ta keq kuptoj fen, mund të ketë gjëra që nuk i ka kuptuar në formën e mirë, madje mund të shkojë deri aty sa mund të shkojë deri në ekstrem. Hoxh, Allahu të shpërbleft me të mira. Emisioni ton realisht i erdhi fundi. Unë të falenderoj pa mas edhe për shpjegimin për pjesën e ekstremizmit. Është një temë që na Allah ju nderoft dhe juve, Allah ju shpërblet dhe juve gjithashtu. Të nderuar teleshikues, erdhëm pra në fundin e emisionit ton me një temë kaq të rëndësishme si të kuptojmë fen. Është një temë që na vlen shumë, sidomos të rinjve, ta kuptojmë fen si duhet në aspektin e besimit, adhurimeve, të sjelljeve dhe të ftesës në Islam, por jo vetëm. Kur jemi midis dy zgjedhjeve, të marrim atë që është më lehtë, të zbatojmë sunetin profetik, mos ta vështirësojmë dhe ngarkojmë vetveten tonë, të ndjekim rrugën e mesme, le të themi, dhe të fiksojmë që feja jon nuk fton në ekstremizëm. Bashkë takojmë emisionin e radhës. Asalamu alaikum.